Një vendim që bie ndesh me frymën e mirënjohjes kombëtare, reagon Vatra. Reagim nga Federata Vatra lidhur me vendimin për ndërprerjen e ndërtimit të sheshit George H.W. Bush në Prishtinë. Federata Panshqiptare Vatra, si një nga organizata patriotike më të vjetra me ndikim diaspor shqiptare në Shtetet e Bashkuara, shpreh kundërshimin në sajt vendosur ndaj vendimit të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe institucionet e zhvillimit kulturor për ndërprerjen e punimit në ndërtimin e sheshit George Hooker W. Bush në Prishtinë. Ky vendim bie ndesh me frymën e mirënjohjes kombëtare ndaj një prej figurave të rëndësishme të mbështetjes ndërkombëtare të popullit të Kosovës, presidentit George Hooker W. Bush, i cili në vitin 1992 përmes një deklarate historike të njohur si letra e Krishtlindjes tha se çdo politik serbe për ndërhyrjen në Kosovë të përballej me reagimin e të drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara. Në këtë rrugtim të vështirë drejt lirisë dhe shtetformimit nuk mund të harrohet roli jetik i mikut të madh shqiptar dhe senatorit Bob Dole dhe veprimtarit shquar shqiptar-amerikan Jim Gjema, thuhet në këtë reagim të Federatës Panshqiptare Vatra. Kërkohet rishikimi i këtij vendimi të gabuar, i cili nuk pasqyron as vullnetin qytetar në ndjenjën e mirënjohjes kolektive të popullit të Kosovës, shfarim për krahjen e palëkundur për kryetarin e Komunës së Prishtinës përpara Ilim Rama në projektet e tij për të realizuar këtë projekt me rëndësi kombëtare për kryeqytetin e Kosovës.